Mirë mëngjes të gjithëve, mirë se erdhët, ja ku jemi, takohemi bashkë për sëri këtu në kuzhinë me Katin tonë. Mirë mëngjes, Kat. Mirë mëngjes, si nisi dita jote? Shumë mirë. Mirë je? Shumë mirë. Gati për sulmin e ditës? Po, patjetër. Mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë bukur dhe ftojmë këtu te këndi ynë negatimit bashkë me Anilën timi Shekomi. Shiko çfarë dritë kam këtu. Ashtu, për të treguar receta që kemi përzgjedhur për juve sot, të thjeshta, të mira, të me thonë receta tani verore, sepse edhe mënyra se si do t'i gatuem, na japin atë, si thuash, shien verore. Ti do të thotë, do të bëjmë mish viçit, të cilin do t'a bëjmë, mund t'a përfundojmë në tenxhere, por mund t'a bëjmë edhe në furrë, të cilin do t'a bëjmë me limon, me lëng limoni, them neve, për t'je, do me thonë, me një salcë të bardhë, salcë limoni. To janë, do me thonë, për recetën e parë dhe ne do t'i shoqërojmë cila ashtu patatet. Anila, nuk e di, ti veti ke lënë, ashtu. Se ndodhi për ju këto me gabime, patate të skuqura që ju pëlqenë shumë fëmijëve, po jo dhe vetëm fëmijët, dhe ne tani në verë kemi nevojë të konsumojmë ndonjë lloj recete të tillë me patate të skuqura. Ose mund edhe t'i bëni, domethënë, të pjekura në furrë. Por unë them t'i sjellim të skuqura se kemi nevojë të shijojmë edhe të skuqura. Madje skuqen shumë mirë, po edhe me vaj ulliri skuqen këtu, Anila. Skuqen patatet me vaj ulliri, për patatet ka teori pafund në fakt, të cilat... Problemi është i vendosim para një herë që kur i pastrojmë dhe kështu t'i lëmë në ujë, dhe kur i lëmë në ujë ato do me thënë thithin ujë dhe nuk thithin vaj në momentin që i skuqim. Bëjnë atë korën si përfaqësore, do me thënë nga pjesa e ujit dhe na ndihmon, do me thënë, i thajmë dhe kur i vendosim për të skuqur, ato nuk thithin vaj. Kështu që është një mënyrë e mirë edhe janë, do me thënë, nuk bëjnë ato, ka ato si the mënyra të ndryshme, nuk do të bëjnë ato krokante, por do të bëjnë... Në lidhje me patatet krokante kam parë një video nga këtë internetit, nuk e di a funksionon, që t'i lyem e një seshte. Ke para të? Po, dhe ajo është dhe një tjetër që i para pjekim, do me thënë gjysëm dhe vendosim në ngrirje dhe pastaj i pjekim dhe skuqim, po, dhe ajo është një teori. Ne do i sjellim thjesht faktikisht, ashtu se mund t'i bëjmë në shtëpi. Mos ju bëjmë të harxhoni shumë kohë në kuzhinë. Thjesht to janë këto gacmime që her pas here na vijnë edhe nga interneti dhe do të bëjmë edhe bukë të vogla, si tip qabata kështu, do me thënë, të cilat do t'i bëjmë me domate majdanos brënda. Nëse keni dhe pakës djatë, nëse doni t'i vendosin në një ulli brënda, sigurisht që bëhet akoma edhe më të shishme edhe më të mira. Por edhe me domate, me majdanos, me pak vaj brënda, me thënë që t'i përzin, bëhen shumë të mira edhe të shishme këto bukët, që t'i meri me vete në plazh, t'i hani, do me thënë, në udhëtime të ndryshme që mund t'i bëni, sepse vërtet kanë një shije fantastike. Dhe në fund fare që nuk i kemi këtu, por i kemi në frigorifer, do të pregatisim një pije me shalqi. Shalqi, limon dhe nenexhik. Me këto tre përbërës, sjellim një pije freskuse për të gjithë, sepse të gjithë na pëlqen. Plus që është nga lëngu i frutit, që duhet me patjetër, do me thënë që frutet do fillojmë me mishin, sepse do ashtu, dhe do kalojmë tek bukët, kështu që do t'i bëjmë të trazuara. Këtu te pjesa. Ne gjithmonë themi që kur vendosim mishin që të na ka vërdiset, nuk i hedhim krip, por në momentin që neve mishin e bëjmë me miell, të cilin miell unë i hodha edhe krip, i hodha edhe piper, aromatizova, do t'i kalojmë këtu mishin dhe do t'a vendosim që të na ndezim të skuqet dhe të ndezim dhe këtë shumë tani, se duhet temperaturë e lartë faktikisht. Kam edhur një lugë gjalpë edhe 2-3 lugë vaj. Kalojmë nga të gjitha anët, sepse ky mielli i aromatizuar do na ndihmoj për të përgatitur atë salcën në fund, që me këtë salcë ne do të shoqërojmë patatet e skuqura. Pra në momentin që kryejmë këtë veprim në skuqen e mishit, ne nuk kemi nevojë të shtojmë më miell, le të themi, për të trashur gatimin apo salcën që do të krijohet. Ai kryen dhe funksionin e trashjes së lëngut, e mban mishin të butë në brendësi dhe krijon dhe ato korën e lezetshme pastaj kur skuqet. Kështu që veprimet të thjeshta në fakt janë në dukje, por që na ndikojnë tërësisht në mënyrën se si gatimi na përfundon. Shija sigurisht, butësia e mishit në këtë rast, kështu që ka më shumë se sa një arsye pse bëhet kjo spërkatja e mishit me miell. Si është ajo 1100 fjalë. Ashtu
Mirë, kemi nisur me drekën për sot. Tham që mishin do ta sjellim në një mënyrë të thjeshtë, pra me pak përbërës, por edhe të shishëm gjithashtu, pa diskutim që do të kemi dhe një pije freskuese në fund fare, do mbetet për në pjesën e dytë, por do të kemi edhe bukët të mbushura, të cilat do t'i sjellim sot. Brumin e kemi bërë gati sepse duhet pak kohë që të vi. Megjithatë, të gjithë përbërësit do t'i kemi pas pak në recetë, së bashku me ato gramaturat përkatëse që secili për tyre ka. Madje Kati, ti lexoj recetatun? Mund t'i lexoj. I lexojmë. Do ta lë këtu që të na ka vërdisë. Recetat shojmë të gjithë përbërësit. Çfarë na duhet ne për të gatuar mish viçi me salcë limoni e patate të skuqura, 800 gram mish viçi, 2 lugë miell, 2 limona, 1 gotë verë të bardhë, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 2 qep të njoma, krip, piper dhe trumz majdanoz. Gjithashtu për servirje do të na duhen 4-5 patate të cilat do t'i skuqim në fakt, pra nuk do t'i kemi pjesë të gatimit, do t'i kemi pjesë shoqëruese të mishit të viçit, sigurisht edhe vaj për skuqjen e patateve. Do të bëjmë sot bukë të vogla me domate e majdanoz. Në këtë recetë na duhen sigurisht që mielli, 500 gram miell do të përdorim, dhe nëse zgjedhim të përdorim kaq miell, më pas nga përbërësit e tjerë do të jenë 320 ml ujë, 1 lugë çaj me maja të thatë, 1 lugë kafeje me sheqer, 1 lugë kafe krip, kemi 10 domatina ose një kokër domate që e presim në kubik të vegjël dhe zgjedhim një domate pa shumë lëng në këtë rast, ose 2 domate, varet nga masia domates, okej. 1 tufë majdanoz dhe 2-3 lugë vaj ulliri. Edhe do të freskohemi sot me një lëng shalqini me limone në energjik, na duhen 300 gram shalqi, gjysmë limoni, 6-8 gjethe në energjik, 100 ml ujë dhe akull për servirje. Kështu që ne kemi plotësuar të gjithë ditën sot me drekën kryesore, me bukët që mund t'i përdorim edhe për pasdite, edhe për mbrëmje, edhe me atë lëngun e freskët, me vete në plazh, në piknik, ku lëvizni tani, sepse është korrik, është verë, shumë njerëz janë me pushime. Si na bënte nëna dikur, ne kemi bukë me vete. Bukë me vete? Ku ka si buka me vete? Po, ja këto sot. Ku ka si buka me vete? Edhe aty në plazh shijon shumë. Ka gjëra me vete duhen marrë. Buke domate. Buke dja domate. Po, tamam. Edhe shalqi me vete. Buke domate. Edhe shalqi. Sa të pitohet o Katë? Kati po bëhet nostalgjike. Po, mi zemër kur venim në plazh dhe hapim me ato trajstat, e nxirrim bukën, e domaten, e kastraves, e ndonjë ullim. Që të kishim... Osa shion ajo buka është? Po shionin që është e vërteta. Tani nuk lejohet, më të marrin kështu gjërash me vete. Ka shumë që marrin ende dhe shumë mirë bëjmë, dhe lumë ju që keni edhe durimin të t'i pregatisni në mëngjes edhe t'i shioni aty buzdetit. Shumë shpesh janë më të sigurta, pa diskutim që kjo s'do të thotë që nuk kemi nevojë të ham edhe një drek jashtë apo një darkë jashtë, po për këto orët e paradites, pra ku kemi nevojë të kemi, se si themi, të kryen deti, të ke një lloj prandaj neve sa dilim nga deti me vrap hapim ato trajstat edhe shikojmë çka kishim. Edhe bukësat ndonjëherë bukë me djathtë. Ishim shumë kështu praktik, domethënë, edhe anim çat kishim. Çfarë të kishte? E thoshim neve kripa do bukë, do bukë. Çfarë do bëjmë tani, ne? Ja këto të dashuran visa, neve tani do fillojmë me bukët me qëllim që të arrim edhe kohën, më thënë që të na bëjë edhe bukët. Brumi ka ardhur, ai sa duhet, apo do ishte mirë ta kishim lënë dhe pak? Ne s'kemi kohë. Jo, mirë, është okej, në rregull. Tani më duket mua apo brumi është pak i holl? Është pak më i butë. Është më i butë. Nuk është ai brumi i fortë. Kemi një tjetër lloj brumi që do të thotë tani këtë brumin Anila, që të lëmë që të na bëjnë ka vërdisje të mira ato racionet. Ka tani. Po, faleminderit e dashur. Që do të thotë, neve fillimisht këtu do të hedhim domatet dhe do të hedhim edhe majdanozin. Shiko, domate si kam unë, pa fara dhe domate kam, nuk kam domatina. Nëse keni domatina, mund të shtoni domatina. Nëse jo, edhe me domate, ja, shiko, i presim në kubik të vegjël, na i kur një kubik jashtë, edhe hedhim edhe majdanoz. Majdanozi i jep shumë shije, faktikisht. Do t'i hedhim, do të regojmë edhe brumin mënyrën se si do t'a bëjmë. Patjetër. Do t'i hedhim edhe pak vaj, dhe sikur po bëjmë një salat me bukë. Po, që është e vërtet si salat bëhet. Salat me bukë, vërtet. Pritani ta shplajmë pak edhe të vë pak vaj këtu që ta palos. Të prerë në kubik të vegjël dhe majdanoz bollshëm me shposha. Do. Vaj, po. I kam hedhur dhe kur kam zënë brumin.
kupton? Në këtë rast në ndihmon për ta shkëputur Po, nga ena. ja e shkëput edhe e punon më mirë. Ja, shiko, aq brum u bë më i madh, më i plot. E parlosim të ketë mundësi që të futet, më thënë, domatet edhe të futen në brëndësi. Le të ngelen edhe jashtë, nuk na prish punë. Përkundrazi, i zbut bukët edhe u jep edhe shije. Do pishet kjo buka? Po, e bëjmë bukë të vogla, Anila, dhe shiko tani. Jo, thash mos jam bukë kështu tigani. Jo, do t'i vendosim në furr. Do t'i vendosim në furr në një temperaturë në 180 gradë, nuk e duam të lartë temperaturën, e duam më të ulë temperaturën. Dhe unë tani do t'i punoj, do t'i bëj bukë të vogla, do t'i vendosim në atë tavën që kam ati Anila, ku do shtrojmë një letër guzhine. Në të kajo e madhja, apo? Lëm që të na vinë, të kajo. Po. Pa ta afroja të tavën? Po. Tu me që po kuptoj, kemi përbërsi që do të nënduhen për ta përgatitur brumin nëse do të kemi kohë në pjesën e dytë, po ndërkohë le të merremi me pjesën e ndarjes së bukëve. Bukëve të vogla dhe duam thamë që bukët janë kështu të buta. Tavën e kemi aty, në tavë me letër guzhime, buka dele bukur edhe me ngjyra në fakt nga domate. Edhe me shije. Edhe me shije, po. Okej. Edhe mishi këtej, po. E ktheva unë këtë? Po, Anila, faleminderit e dashur. Pesë na dolën? Po. I punojmë me duar që i lagim me pak vaj dhe i punojmë në këtë mënyrë. Nuk është problem, thash që domatja do na dali lartë, sepse nuk do pike temperaturë të lartë, 180 gradë do të avëm temperaturë, e 25-30 gradë minuta dhe do kemi gati. Ajo e shishme madje do të bëhet kur të piqet? Po. Domatja e duron temperaturën, kështu që nuk është... E jep shije madje. që do të na digjet shumë shpejt, sepse është e lëngshme. Kalosim nga brenda pra, që edhe mbushja të mbetet më shumë në brendësi. Në brendësi. Të bukës. Kateti sa ke përdor nga, do të sa mjell, pak a shumë? Më pak se 2 kile kam përdor. Më pak se 500 gram, Më pak se 500 gram ka nëse ju do të përdorni 500 gram, si që keni në recet, do t'ju dalin më shumë, pra 6-7 bukë të vogla. E nga 500 gram që kam bajtur atë pjesë atje. E po aq, diku të 400 të përdor. Po. Me atë një ndoshta do dalin, ose 2 të tjera. 2 se brumi vjen në fakt. Shtohet të më thënë. Edhe këto janë bukë të buta, nuk janë ato bukët më falni të fortat, do të bëhen kështu si ato, kemi parasysh ato bukë qabata që themi, që kanë atë kore nga sipër dhe janë të buta nga brëndësia, dhe këto të buta do të bëhen, se do të bëhen nga domatja edhe nga majdanozi, nga vaj, dhe kanë një tjetër kështu, dhe maja nuk kemi hedhur shumë, dhe tani në verë nuk ka nevoj shumë për maja, sepse temperaturat e larta ndihmojnë që buka të vi më shpejt. Në dimër zakonisht përdorim pak më tepër maja për ta ndihmuar për të ardhur buka. Në vërtet. Edhe bukët ne i kemi gati, nuk di nëse do të bëjmë ndonjë veprim tjetër, apo thjesht do t'i vendosim në furrë, si gjithmonë këto kujtesat e vogla, furra duhet të jetë e ngrohur paraprakisht, çfarë do lloj gjëje të vendosim në furrë. Këto janë gjëra që ne i themi pothuajse çdo ditë, por duhet t'i rikujtojmë sepse ndryshe ai brumi do të na qulloset nëse ne e fusim në furrë të ftohtë, pra nuk do të filloj me njëherë pjekja dhe fryrja e bukëve. Do t'i lëm ende të vinë edhe pak. Të na vinë, do t'i lëm tani këtu në temperaturë të ambientit. Unë kisha dhe pak djath faktikisht, po me që se kisha vendos në recet, edhe nuk ja hodha. Djathin e kishe... Po, mendova që t'u hidhja pak djath me qënë se mundov, pas ta i thash, le ta bëjmë si pas recetës. Mos i vëm anvisat në siklet, të thonë, po ne s'kemi djath dhe nuk do t'i bëjmë. Nuk ka nevoj vetë me domate, majdanos, me vaj, edhe bëjnë shumë të mira, të buta, të shkrifta. Do kthehemi tek receta me... Jemi tamam në kohë që neve këtu tani do të fillojmë që të shtojmë Nuk e eqim ishin, a? Jo, s'ka nevoj, nuk ka nevoj se këtu tani kjo
Thash, o e nisim dhe përfundojmë këtu në tenxhere, ose vendosim në furrë. Në furrë faktikisht merr tjetër shije, si ta keni juve kohën, si ta keni mundësinë. Sigurisht edhe këtu, por duhet që të ulet temperatura dhe të marri kohë mjaftueshëm për t'u bërë gati. E kuptoj. Do ta shikojmë, mendova unë që ta vendosim edhe në furrë. Këtu kam qepën e thatë, këtu kam qepë të njom, edhe thelpin të hudhrës, i hedh kështu të plota. Nuk i hedh, domethënë, nuk e gri hudhrën brenda, e dua që hudhra të lëshoj aromën dhe të ngelet ashtu e plot. Se gjatë, domethënë, pjekjes ajo do të zbutet. Po, ndërkohë në ekran për t'ju ndihmuar her pas here, në momentet që e humbisni recetën apo ju kalon ndonjë përbërës pa e parë, e kemi së bashku përsëri gjatë kohës që Katarina gatuan, pra nga pjesa e patateve, pastaj është më vete, meqense do të skuqen më vete dhe janë shoqëruese të mishit. Pra nuk do të shtohen. Jo, nuk do shtohen. Këtu do t'i skuqim në mbasi që të bëjmë gati mishin. Nuk është ndonjë gjë për të skuqur patatet, po thjesht neve tham, pastaj shoqërues domethënë të kësaj lloji recete janë patatet që janë të skuqura, janë patatet që bëjmë pure, janë patatet sallat, të pjekura në furrë. Akoma dhe me makarona më pëlqen shumë kjo lloj salci që bëhet me këto. Po dhe me pilaf. Dhe me pilaf. Pra ka mënyra të ndryshme. Neve thjesht duam të japim rëndësi mënyrës së përgatitjes së gatimit të mishit, që bëhet një salcë limoni e lehtë, dhe them limoni sepse hidhet goxha limon, lëng limoni brenda. Dhe para se të vendosim, tani nuk ka nevojë që edhe qepa, thjesht një zbutje do qepa, dhe këtu shtojmë menjëherë verën. Momenti për të shuar me verë. Ka rëndësi ngjyra e verës, apo? Te salsat e bara zakonisht duan verë të barë, deri në roze. Nuk shkojnë tjetër, sepse bëhet ndryshon ngjyra e salsës. Ndaj të pyeta, se duke qenë se thesh një salcë limoni, mendova që me ngjyrën e kuqe të verës do të na prishte ngjyra. Kështu që ta kemi parasysh në këtë recetë, vera duhet e barë deri në roze. Po, ajo që ka dalë tani për shembull, sepse ka qenë dikur që thoshnim te peshku gatuanin vetëm me verë të barë. Ashtu ishte orientimi, po, mishi kuq tani ka ndryshuar ky lloj orientim dhe ka ardhur domethënë ajo që peshkun mund ta shuajmë edhe me verë të kuqe, gjë që nuk prish punë. Por dhe këtu kemi kur kemi domethënë me gatime me peshk me salcë të bardhë duhet me patjetër verë e bardhë. Por kur janë ato si thua gatime që bëhen tava dhe këto që është me përdorim salcë të kuqe, domate në këto, nuk ka problem që vera tjetë edhe kuqe edhe te peshku. Tani këtu, avullon alkooli, unë kam këtu një mix erzash, që zakonisht zonjat mund përdorin dhe këto koncentrate të ndryshme për t'i dhënë një ekstra shije nëse doni që ta bëni, mund të shtoni për të marrë një shije, si thuash, më tepër. Zakonisht i përdorim këto gjëra, do themi janë apo janë të shëndetshme, në momentin që janë në treg, të gjitha janë të mira, të gjitha, domethënë secila mund të veproj ashtu si do ajo të ketë domethënë mënyrën e gatimit në shtëpinë e vet. Nuk i diskutojmë këto gjëra. Tani, pasi kemi hedhur edhe këtë miksin e erzave, unë këtu tani do të shtoj edhe lëng limoni. Pra, limon që mund të shtoni 2, varet edhe sa të lëngshëm i keni limonat. Limoni jon ka goxha lëng. Hedhim një fillimisht edhe në fund fare shikojmë salcën. Nëse ka nevojë për tjetër limon, ja shtojmë në momentin e fundit. Por në fillim hedhim një limon të plot, edhe ky kishte goxha lëng. Ishte sigurt ishin pothuajse 2 limona. Shiko se sa mirë që u lidh salca tani. Edhe ke qef këtu kuptohet që mielli e bëri efektin e vet, u lidh, dhe tani ne do të hedhim edhe pak lëngje. Që me patjetër lëngu duhet jetë i ngrohtë. Po, gjithmonë. Mos na e ul temperaturën e gatimit, por të vazhdoj aty ku është. Unë e kisha të nxehtë këtë tani, po e fika. E ta vëm këtej që të. Ashtu. Ja hedhim të gjithin faktikisht, sepse ajo do të zihet edhe do më pikse. Dhe këto lëngjet pasaj do të na duhen për të pregatitur salcën, që salca do tjetë ajo shoqëruse e patateve dhe gjithë për atyre, do me thënë lloje të gatime të ndryshme që neve thamë që mund të shoqërojmë këtë lloj salce. Ndërkohë, kjo thamë që mund të nisim dhe ta përfundojmë këtu në tenxhere, mund edhe ta vendosim në furrë. Si ta bëjmë ne Anila, ta vendosim në furrë ata në tenxhere? Po, si... Shiko,
Në furrën e kemi zënë me bukën, unë mendoj e lëm në tenxhere. Ta lëm tenxhere thua? Atëre, të dashur. Një sekond, tani, një sekond, se më pyet kot, tavën e kanë nxjerrë këtu. E kanë nxjerrë. Si bëhet me t'ja tregojmë sepse në tenxhere çdo bëj. Në tenxhere kemi bërë më Anila, si mendon? Ti tavash këtu po na mpret, domethënë edhe ta kalojmë në furrë. Le ta kalojmë në furrë. Ta kalojmë në furrë se ç'është e vërteta, furra e bën më të shishme, të jemi të sinqert. Mirë, Kati, po ti mua duhet më kishe thënë kur të pyes unë Anila, çfarë të bëjmë ta kalojmë në furrë? Unë të thoja e kalojmë në furrë. Jo, ne jemi transparente, këtu nuk dim as të gënjejmë, as të themi gjëra kështu. Ne I themi ato që janë. Okej, hajde, mirë, e kalojmë në furrë se në fakt do na duhet edhe soba e lirë, me që ti preferon atë krahun andej të gatuash për të skuqur patatet pastaj. Të lëngjet që do dalin nga zjerja e mishit në furrë, do t'i kullojmë në një kulles, nëse duam që ta kemi do t'jetë më fine salca, t'jetë ashtu, mos t'jetë me këto, me qepët, me hudrat dhe këto. Se ka dhe fëmijë që janë shumë delikat në këto gjëra dhe nuk I duan. Bezdisin duke I parë. Bezdisin duke I parë. Ndërsa në momenti që e kanë kështu, do me thënë salcë që është pa asë një loj, nuk duket asë një gjë nga këto përbërësit që neve hodhëm brënda, ata I shijojnë shumë mirë. Me gjitha të, si shtemi gjithmonë, duhet të mësohen që të vegjël t'i konsumojnë të gjitha. Edhe qepën le të duket në pjante edhe hurdën. Do me thënë, pak e vështirë, po pak nga pak duhet mësohen që mos lodheni edhe ju mama, ti hiqni, ti kaloni në blender, ti grini, që të mos I shohin këto qepën dhe hudën kryesisht që nuk e duan fëmijët. Por në një ditë më kështu, do me thënë, Anila, do me thënë, nëse duam që të tregojmë se që janë këto gatimet për fëmijë? Jo për fëmijë vetëm, kur kemi të ftuar për shembull në shtëpi dhe kemi njerëz, do me thënë, për të treguar një salcë që të jetë më delikatese, mos jetë ajo salca me këto. Dhe për pamje estetike, dhe sigurisht e kuptoj, po e kam fjalën që jo gjithmonë është mundësia që t'i kushtojmë kaq shumë kohë gatimit që të jetë edhe fin, se tani është e përditshme kjo dreka, Kati. Mirë, prandaj them për një rast. Për një rast. Se për gjithmonë nuk ka nevojë. Okej, duhet ambuloj. Jo me letër alumini. Jo me letër alumini. Me një letër kuzhine. Okej. Ose kur keni tavë me kapak, e vendosni një tavë me kapak. Tani, kjo në furrë do një kohë zgjatje, që është e vërteta. Por nxirrni diçka shumë të shishme. Tani do thoni, do të lëmë atë ne në furrë rreth një ore. Gjella e mirë do kone e duhur. Sepse nuk do temperaturën e lartë, do temperaturën rreth 180 gradë, të bëhet avash, të piket mishi në brëndësi dhe të ngelet me ato shijet e veta. Kështu që ne do ta vendosim në furrë tani. Ne vendosim në furrë, e vendosim gjatë reklamave, sepse është momenti që të bëjmë. Po. Do vendosim tavën në furrë, do kthehemi pastaj. Do vendosim dhe bukët, besoj? Apo do I lëmë edhe pak? Do t'i shikojmë. Do t'a mendojmë gjatë publicitetit. Kur të kthehemi, do t'ju tregojmë çfarë kemi vendosur në furrë e çfarë jo. Shkojmë në reklama, ne ju presim këtu. Jemi në këndin e gatimit, vazhdojmë të jemi live në Villa 24, sepse kemi ende punë për të bërë në këtë pjesë të dytë, kemi ende receta të papërfunduara për t'i parë të gjitha, dhe jo vetëm kaq, po kemi edhe këtë pjenë freskuese me shalqi, që me të shoh duhet jetë I ngrirë shalqini. Nuk ka rëndësi, Anila, neve kemi të ngrirë, por nuk ka rëndësi, mund t'a bëjnë të ngrirë, dhe nuk ka nevojë të shtojnë aku I brenda, dhe mund të domethënë ta kenë të shkrirë dhe të shtojnë aku I brenda. Tani neve kemi të kundërtën, me që e kishim kështu të ngrirë, sepse përveç kësaj bëhet sorbe me karpuz, bëhet shumë gjëra domethënë tani freskuese. Bëhen akullore me karpuz, kështu që unë do ta sjell këtë pijen freskuese sepse më pëlqen me këtë nenexhikun, që pothuajse të gjitha anvisat kanë, qoftë në dritare, qoftë në këndin e kuzhinës, qoftë edhe në baçe që ka me bollët. Kështu që freskohuni, sepse përveç se freskohemi, marrim dhe vlera ushqimore, që nga limoni, nga shalqini, do me thënë që ka shumë vlera ushqimore dhe është mirë ta konsumojmë dhe është ajo që themi që frutat në
stinën në sezonin e vet, patjetër. Kështu që shfrytëzojeni në mënyrë, domethënë, ta konsumoni në sallatë, ta konsumoni kështu siç është, me djathë, si ta doni ju. Po bëjeni edhe kështu pije sepse vërtet do t'ju pëlqej shumë. Ndërkohë, do ju them menjëherë dhe do të filloj me pijen, por t'ju tregoj për punën e patateve dhe shikoni që unë e kam lënë letrën këtu thjesht për treguar. Domethënë, pasi kemi kulluar nga uji dhe thamë që do të vendosen në ujë me qëllim që patatja kur vendoset në ujë, në momentin pastaj që skuqet, nuk thith shumë vaj. Në radhë të parë, bëjt ajo korja, do me thënë si përfaqësore, nuk duam që të jenë të tej skuqura, duhen të jenë të pjekura patatet, po jo të skuqura shumë, me thënë që të kena të skuqjen e rëndë. Dhe më mbrapa pasi i heqim nga ujë, i vendosim në një letër guzhine që të thithen lëngjet e tepërta të patates, dhe pastaj kalojmë në vaj. Dhe as kërset vaj, asgjë sepse u thithën ato lëngjet e tepërta. Dhe shikoni, nuk ka nevojë edhe për shumë vaj. Unë i kam hedhur në vaj ulliri. Në një tenxhere që të jetë e mbledhur, që mos keni të harxhoni vaj dhe pastaj thoni çdo ta bëjmë atë vaj që do skuqin patatet, me pak vaj, duke i skuqur 2 apo 3 herë, varet se sa persona jeni juve në shtëpi. Ja, në këtë mënyrë, siç i kam vendosur dhe unë tani, ato kanë një, sepse vaji nuk arrin temperaturën e lartë si vaji tjetër për shembull, dhe prandaj vaji ulliri bën këtë që i pjek dhe i skuq, nuk i tej skuq. E kuptoj. Vaji ulliri, domethënë ka tjetër rezultat. Dhe sigurisht që edhe shija është krejt ndryshe, edhe si tuash mënyra, domethënë, më e shëndetshme. Kjo. I mbledh të gjitha. Më e shëndetshme, kjo është e gjitha. Çfarë keni bërë ne tjetër sot? Po ju bëj një kujtesë të shkurtër për ju që nuk na keni parë në pjesën e parë, por edhe ju që na keni parë, do thoni ku i keni atë tavën me mish viçi edhe bukët që bëm të mbushura me domate edhe pe majtanoz, i kemi pikërisht në furrë edhe pas pak do t'i nxjerrim. Janë të dyja receta shumë interesante për t'u shijuar edhe nga ju, kështu që mjafton të mbani shënim përbërësi që ne lexojmë në recetë, të ndiqni mënyrën se si përgatitet secila. Bukët janë shumë të thjeshta, ne kemi bërë pafund në fakt këtu në Vila 24 dhe ja ku i kemi të cilat po piqen dhe nga pamja janë vërtet të ftojnë për t'i konsumuar dhe ndër të tjera nuk janë thjesht bukë, por janë të mbushura që do thotë edhe shija e tyre do t'jetë po kaq e mirë dhe nuk ka nevojë të shtoni diçka tjetër tek sa i konsumoni. Tani don një copë djath apo ndonjë gjë më shumë për qefin tuaj, patjetër që mund ta zgjidhni. Janë shumë praktike për t'u bërë, duan thjesht një pjekje pak më të kujdesshme sepse duhet të piqen në temperaturë 180 gradë, pra jo shumë të nxehtë sepse brumi vetveti është pak më i hollë që edhe ato copëzat e domates edhe të majdanozit të kalojnë mirë edhe në brendësi të bukëve. Do të kemi mundësi t'i nxjerrim dhe kjo është tava në fakt e cila është mbuluar me letër kuzhine për të krijuar atë kapakun e tavës që kemi vendosur në furrë, pra edhe të mbeten ato avujt, aromat dhe shijet brenda gatimit, edhe të mos na digjet mishi nga sipër, meqense i kemi dhënë një të skuqur përpara, pra nuk ka nevojë të piqet shumë, më shumë duhet të gatuhet pjesa e brendshme e tij. Shumë e thjeshtë, është me salcë limoni, ndaj do të ketë një shije të veçantë e të freskët verore, nuk ka shumë përbërës, pra qepa dhe hudhra dhe erza sigurisht janë kombinuese së mishit të kuq dhe vera që kemi zgjedhur këtë herë për t'ia shtuar, sigurisht vera gjithmonë mbetet alternative, sepse ka shumë prej jush që nuk duan ta konsumojnë edhe në gatimet e tyre, mund edhe ta shmangni, por kjo recetë do ta donte, se kaq ka në fakt, ka verën edhe limonin, që e do pak me sasi, pra ose një kokër që ka shumë limon, ose 2 kokra limon. Bëra një përmbledhje të shkurtër Kati, pas pak do të kemi mundësi të shohim recetat. Bra. Do ta bëje ti në fakt se ti je shefja këtu, po unë me të shoh me shumë vëmendje i mësoj recetat. Bravo Anila, të falenderoj madje dhe i thua edhe shumë rrjedhshëm. Dhe për këtë lumt. Faleminderit shumë. Çfarë do bëjmë me shalqinë? Atëherë, sa Anila tregonte, unë po bëja punë. Që do të thotë, kemi shalqinë, unë i hedh me gjithë fara, nuk ka problem. Kemi thënë dhe herë tjetër që kanë filluar dhe fara tani të kenë ato vlerat e tyre ushqimore, kështu që përdorni. Dhe nëse doni pastaj më mbrapa do shikoni që ne do ta kullojmë kur do t'i vendosim për ta servirur, kupton? Kështu që hedhim edhe një limon, domethënë lëngun e një limoni. Ky s'na doli me shumë lëng Anila, ai tjetri ishte goxha lëng. Ndeshse. Po për këtë sasin që neve kemi këtu. Po, se ne 2 gota maksimumi do dalin aty ndoshta më parë. E kemi mjaftueshëm. Ata hedhim edhe këtë. Edhe pasi do të hedhim lëngun e limonit, do të hedhim edhe gjethe në rexhiku. Okej. I dini më tani se sa vlera kanë limoni, në rexhiku, shalqini, të gjitha gjërat. Tani unë nuk e kam në baçe, as në vazo, por e kam larë dhe shikoni se sa të freskët që e kam. Nga që e laj dhe vendos në ujë,
dhe më mbrapa vendos në frigorifer dhe mbaj kështu. Më duket sikur çdo ditë e kam të freskët në energjikun tim. Edhe, sa aromë të mirë. Shumë të mirë ka. Tani, hedhëm këto. Do t'i hedhim edhe pak ujë fava. Tjetër. Edhim ujin fab. Mos harroni të hidratoheni këto ditë. Sipas motit thuhet që do të kalojmë ca ditë të nxehta, mos harroni të konsumoni ujë me shumicë. Edhe pse jo të përgatisni edhe këto pijet freskuese me fruta në shtëpinë tuaj për të aromatizuar disi ujin, për ju që nuk e keni këtë dëshirën të konsumoni shumë ujë, se ka shumë njerëz që nuk e pinë dot ujin 2 litra siç na rekomandohet në ditë, po janë duke aromatizuar me një gjethen energjiku me ndonjë fet limon, kastravec, e bëjmë më të shijshëm edhe e sillim në shijet tona. Në këto ditë vere, ku është e domosdoshme të dalim nga shtëpia me një shishe ujë me vete me se zbën. Okej, do të na duhet pak, sepse ne kemi shalqinin e ngrirë. Nëse do t'ishte i freskët, do të frullohej më kollaj. Ama ky shalqini i ngrirë na ka bërë të mos kemi nevojë të shtojmë kubik akulli, sepse ka vetë atë freskin. Dhe bëjnë si granit, që mund të konsumohet kështu, si që ju thash, do me thënë në këtë mënyrë. Ja, ku e kemi. Sa më pëlqejnë këto që bëhen vetë në shtëpi kështu. Bëjnë shumë të mira. A ti largoj patatet unë, se më duket po, Anila, mund t'i të heqësh. Ti vendos të peceta që kemi këtu? Po. Tham që patatet i kemi për të shoqëruar tavën me mish që kemi në furrë. Fikim kështu edhe sobën. Edhe shohim çfarë ndodh me bukët, sa të mira janë bërë këto bukët. Tani, thamë për këto, edhe mundet t'i kullojmë, por edhe kështu nuk ka nevojë, do me thënë sepse gjatë copëzat e akullit do mbete në fund. Por edhe të konsumojmë nuk është ndonjë gjë që nuk konsumohet. Nëse duam që ta bëjmë që të jetë sa më, do me thënë, që s'marr drasën. Po pra, ja, kështu i kryen ti në duar për më kollaj, po. Drasa i bën e pret më lezetshëm. Okej, kemi edhe 7 minuta kohë, kështu që nuk po i ngusim tavat për t'i nxjerr, le t'i japim kohën e nevojshme që t'i shohim si duhet. Shiko, një mënyrë, do me thënë, është kjo, Anil, që t'i vendosim edhe një kështu. Ndjesi. Shumë bukur. Një kështu. Një mënyrë tjetër është që te gota, do me thënë, e presim. E vendosim kështu. Shumë bukur. Edhe i vendosim edhe aty një lulk. Ja, kështu. Bukur. Të lumshin duart, Katerina. Mirë në tjetër. Mirë, këdo t'ja, Anila? Po ja, këtë me që e kam afër. Po, ajo është me bukur. Gëzuar ka ti? Ajde, gëzuar. Ja, kështu. Na u bëft mirë. Na bëft mirë. Bear të mbar. Sa e mirë. E moj? Shumë e mirë. Vërtet e mirë, shumë e mirë. Po pra. Ta pim dhe pak. E pim të gjithën, madje. Kur e mbyllim edhe sa kemi. Wow, sa e mirë, vërtet shumë e mirë. Mos hezitoni ta pregatisni nga familje, se vërtet shumë e shishme. Ka ti që të nxjerrim nga furra? Të nxjerrim bukët tonë? Po. Nxjerri, Anila, që ti vendosi bukët të naftohen. Të falenderoj e dashur. Edhe, do të kulloj këtë pjatën besoj e ke lënë për mishin ti. Po do të heq të shini këto bukët sa të mira janë bërë. Me që shkjo të nxjerë e vogër. Sa aromë të mirë, shikojni pak. Edhe sa më pëlqejnë kur janë këto bukët kështu në format të ndryshme, jo të rregullta si në furrë, sepse bukë shtëpi e me dorë, jo me makinë. Prandaj bëjnë ashtu, Anila. Se janë bukë makine. Makinerie, duhet të. Këto është lezeti i brumit, kur bëhet vetë në shtëpi, kur piqet, kur mburëshet shtëpia me anë të aromën e bukës së bërë vetë. Sido që ta bëjmë bukën në shtëpi, sido që ta bëjmë, ashtu të razoj miell e hidhi, prap ka tjetër shije. Të gjitha krahët. Po, e vërtet, sikur një përzierje kështu. Të thjesht, që unë ashtu i bëjmë. Po, ka ti punon pa gramatura, punon pa u lodhur shumë me punimin e brumit, një përzierje e lë të vije dhe
Nuk e di çfarë i bën magji. Jo, nuk i bëj magji. Bëhen vetë. Bëhen vetë me thënë drejtë. Unë mendoj. Anila, unë them ato që ti heqim te kjo pjatanca që. Te kjo kategoria, drejt këndshja. Okej. Po, i vën ti sistemoj bukur. E sistemojmë aty dhe largojmë tavën. Këta heqim tavën. Dhe do lexojmë pastaj recetat. Dhe unë do heq tavën tjetër nga fura Anila, sepse thash që do ta bëj ashtu, do ta reduktoj domethënë këtë, duke e A do bëjmë atë salcën? Po, do ta bëj atë salcën, ta bëjmë tamam sot. Mendoj se do harim kohë. Vetëm se duhet të ngutemi. Po, jam e vrap, do ta bëj. Po ajo salca nuk besoj se do shumë kohë, do duhet të kulloj pak lëngu për të mbetur, për të hequr ato copëzat e qepës dhe të hudrave që tham pak më herët. Dhe ja, ku kemi bukët dhe kemi dhe vitalin tonë aty, sepse si ja u kam kujtuar në fakt se sa e rëndësishme është të nisim një ditë me një mënyrë të ushqyerit të shëndetshme dhe me furnizuesin më të sigurt të gjitha vlerave ushqyese dhe proteinave që na duhen për të vazhduar këtë ditën me të gjithë energjinë që na duhet. E sigurisht që çfarë na e bën trupin ton dhe organizmin ton të jetë kështu i bombarduar me të gjitha këto vitaminat dhe proteinat e nevojshme. Është pikërisht veza. Ne në Villa 24 prej shumë kohësh e nisim ditën me O-Vital dhe patjetër që e kemi të preferuarën ton edhe në të gjitha llojet e gatimeve që sjellim në këndin ton të kuzhinës çdo ditë. E kemi thënë dhe vazhdojmë të themi se veza është shumë e rëndësishme edhe në gatime, shpesh është e domosdoshme në shumë prej recetave, në receta të kripura, në receta të ëmbla, në vakte të shpejta. O-Vital vazhdon të jetë cilësi në 4 stin dhe këtë ju e dini shumë mirë sepse e di që e keni vezën tuaj të preferuar dhe është aty në frigorifer çdo ditë dhe nuk mungon asnjëherë. Atëherë, po largojmë mishin nga afrim tenxherën, tava dhe bëjmë kullimin e lëngut. Do të bëjmë salcën. E shtypim që të nxjerrim, do me thënë të shtypet hudhra, qepët, të dalin sa më shumë. Kjo tham që bëhet zakonisht kur duam që Ti kemi 2 minuta akon, ne? Ja, po jam e mbaruam tani, patatet do vëmë rreth e rrotull mishin. Kjo pjata na duhet për mishin? Po, do ta vendosim atje. Ta këtu këton? Po, Okej. në qendër. Këtë? Vendosim mbi pjatë atje, do i vendosim neve patatet rreth e rrotull. Okej, edhe? Ja presim dhe lëngun të reduktohet. Dhe do ta servirim. Të vendosim dhe patatet. Po kemi ato kapsën? Ja, këtë. Po për të shplajnë qik se kam nga... Pasi ikën koha... Si ikën koha... Ikën fluturon. Po pra... Ja të tafshi Anil që mos ta kesh kështu. Ja urdo. Vendosi rreth e rrotull. Të kemi dhe salcën gati. Edhe... Shumë e mirë, shumë e mirë. Se që me më duket... Kati, kur i skuq patatet, se nuk të pyeta, i shton krip në skuqje apo ja shton mbasi? Shiko, me thënë të drejtën këto tani, po këto, mendoj që mos i shtoj masa ashtu as kështu, sepse do hedhim salcën dhe do shijon me salcën. E kuptova. Po në rastet të tjera? Jo, në rastet të tjera mbasë, do me të tim. Mbasi i skuq. Po. Tani problemi është që ky lëngu duhet të reduktuar shumë, që të bëhet një lëng i lidhur. Okej, ne do të ashtojmë pakës, jo të gjithën katë, sa për të kriju një ide, sepse nuk kemi më kohë, ora është fiksë 10 në këto momente, edhe, lashë që si gjysëm, mos e deshë të gjithën? Jo, në regull, jo. Dhe më bukur e bërë kështu, ti vëm pak këto, ti hedhim dhe pak piper të kuqë rreth e rrotull. Të shtojmë edhe pakës salcë, edhe duhet të vrapojmë, duke ju kujtuar shkurtimisht që me qënë se unë nuk i rilexova receta se s'patëm kohë, por i gjeni pak minuta më vonë, klikoni në YouTube, në News 24, ose në Villa 24, ose në Balkan Web, do të gjeni recetat, janë ku i keni, regjia në ndihmon edhe me pamjet, edhe me fotot përkatëse që mbulojnë kopertinën e çdo faqe, e pa diskutim duke mos lënë më njanë edhe faqen tonë të preferuar që mbetet pa diskutim Balkan Web. Hajde Kat, nuk kemi më kohë. Nuk kemi më kohë? Jo, e kemi kaluar. Atëre, të dashur anvista, do ta lëni lëngun sa të reduktohet, edhe pastaj do ta hidhni këtu, të salcën shikoni, pa asnjë lloj gjë, do me thënë thjesht një salcë. E vërtet që u bë më fine me këtë kullimin që i bëhet. Shumë fine bëhet. Atëherë. Edhe duhet një salcë e lidhur. Lushin tuart, në ke kënaqur sot.
Shumë të mira më duket. Të bukura? Të bukura, të shishme, me aromë të mirë, të gjitha i kanë. Të shëndetshme, me pak, si thuash, përbërës, me shumë shije, me shumë dashuri. Kjo është kryesorja. Dhe kënaqësi për të gjithë. Faleminderit, uroj një ditë të mbarë dhe të presim nesër me ide të reja. Gëzuar edhe një herë. Kemi një ditë të mbarë sot, gëzuar dhe ju të dashur Anvisa, që na ndikni. Nga unë Katerina mirupafshim, kalofshin disa më të bukur në vijim dhe me të dashurën time ja këtu. Nesër në orën 9:00. Pas pak do të jemi me 3 të ftuar në panel. Tema është interesante, na prek të gjithëve në një farë mënyrë. Do flasim për rrogat, për pagat, për lekët, kush nuk e gjen veten. Të gjitha këto pas pak.